Normalisht që dhimbje në vete kanë qenë edhe këto libra dhurat nga meqet të cilët sapo u pensionova, mi dhuruan për t'i lexuar, por ja, çfarë bëjmë? My opinion of Kosovo is incredibly friendly. Blown away by how nice it was. Even from the moment of crossing the border, I was blown away by how friendly and welcoming everyone was. I've had a great time. Yeah, I need to come back here again. I've got places to go, and I will be traveling south slowly, but I will be coming back here. Nga ky vend, turisti anglez I tha fjalët më të bukura për këtë kamping. Në shtator të vitit 2025, ky kamp kishte këtë pamje, ku turistët nga gjithë Evropa e frekuentonin pa ndërprerje. Bedrit Sahani dhe familja e tij ishin shumë të gëzuar për hapjen e këtij kampi, por fiks pas 4 muajve ky kamp ka këtë pamje. Vështrimet që ndodhen në fillim të vitit 2026 kanë shkatëruar shumë ekonomi familjare, përfshirë edhe kampin të ura Afshajt në Gjakov. Kështu ka qenë kamperi me krejt infrastrukturë, me tavoline, me karrika, me gjitha ato, si po shifni edhe ju, e ka bartë, sepse uji ka qenë mbi 2 metra lartësia ujit. Këtu, e një të ngjo e ka gju edhe këtë kamperin, ka hy uji mrena krejt, pastaj toaletet normalisht nga mrena ati I ka thy instalimet krejt. Aty ka qenë gabinat e dushit, ku pas larjes në dri, janë la aty, janë pastru me gjitha ato. Ja mund vini ta shifni nga afër. Këtu ka qenë sistemi kujdes ju lutem, se siç duket rryma, po ja, po shifet e ka komplet me gjitha pajisjet I ka djeg. Ja, po shifet edhe timi. Këto, si që po shifni edhe vetë, 2 frigorifera, edhe kjo në tërsi ka përmbys, në pas edhe gjëra tjera me vlerë. Normalisht, gitara, aty ku bajshi muzikë, e mandolina kanë ngel nuj. Krejt për fat keq, e kam pa moshme për momentin për dame, për vlerësimin e dameve, por janë dame të mëdhaje. Nuk kam dëshirë me dhonë shifra astronomike, nuk më pëlqejnë mua ato ashtu, por me të vërtet damet janë jashtëzakonisht të mëdhaja. I shifni edhe makinat e barit veç I ka shkatru krejt. 2 metra ka qenë lartësia ujit, po, tu, ku po shohim, 2 metra, 2,20 ka qenë. Hera parë, po thamë edhe një herë, pas 50 viteve ka ndodhë kjo përmbytje ka që madhe, pa dyshim që gjithmonë shkatrust e natyrës jemi edhe vetë ne, edhe se vërshime kanë tër botën, edhe aty ku nuk ka dorë njeriu, kur s'ka pas dorë njeriu, ka pas vërshime, do të ketë prapë vërshime, por me gjithate kujtoj që në një pjesë e fajt është edhe vetë komunitetit të cilët kanë ndërtu buz drinit aty. Ju po shifni, unë jam spaku një 30 metra largësi nga uji, edhe në bazë të ekspertizës nuk ka ndodhë asnjëherë me vitja tëra, nuk ka ndodhë asnjëherë me ardhë dejtë lokali. Prandaj them edhe njëherë, pa dyshim që fajtor është edhe fajtori njeri, por këto vërshimen janë të jashtëzakonshme. Nuk është një gjë që ndodhin për çdo vit, por kjo është një vërshim I jashtëzakonshëm. Unë jam falendrues shumë kamperave të huaj, të cilët posa kanë dëgjuar ku marrë me mia mesazhe,
edhe sinqerisht për mua ka qenë një lehtësim shumë i madh, edhe një premtim i tyre që padyshim që zbashku të gjithë do ta ndërtojmë edhe më bukur, sepse është një vend që tashmë është në agjendën e Kosovës si vend kampingu. Normalisht që dhimbjen në vete kanë qenë ato libra dhurat nga meqet të cilët sapo u pensionova, mi dhuruan për t'i lexuar, por ja, çfarë bëjmë?